Më shoku fatos, për zotin unë sot nuk du me kjajt, po du me të kujtu dhe i herë se ku i lek ta tujt. E ke fillu i pari vetingun parti, edhe tashti ja ku i ketë gjithë kazon, edhe nuk e di ulsiut, a do t'i marojnë dru, t'u i hull dru duke zi që të gjithë atje, dhe qa me thonë më i dashur. A i Ramiz Alia pas ka qenë burri më i menshëm i diktaturës komuniste. Sepse zgjodhi një liberal si ty, zgjodhi një burr demokrat si ty, zgjodhi një burr që donte të bukurën, që donte muzikën, që donte vesin, që transformoi Partinë Socialiste dhe e boni të dashur për gjithë njerëzit, pjesën e mirë të Partisë Socialiste. Dhe mori këtë mikun tim, këtë kryetarën e partisë time, dhe e vendosi te Partia Demokratike për ta bunkerizu komplet Partinë Komuniste. Dhe këta tjerë shoku fatos, ja ku i kelon. Në majt pemës, në majt pikalojit, dhe me thonë drejtën, unë nuk e di a do të zbresin në herë këta njerëz nga pema, apo nuk do të zbresin. A do të zbresin në herë nga komët e oktopodit që i ka kap, apo jo. Megjithatë, ti ke për të met burri mall i historisë shqiptare. Fatos Nano, na bëjnë i partia atje se po shkon para nesh, që kur të vim, unë këtë rallë, kur të vite veni atje, për zotin unë do morë testën tate, nuk nga trohoj mas një parti. I parum qoftë kujtimi juj, e ju njerëzit e ti të roni e ta kujtoni këtë burr të madh. Respekte.